Muslimani këshill që sipas meje është ilaç për këtë dunja, është shumë e thjeshtë, mirë po nëse don me kanë musliman i mirë, maje men që ta jetë. Ka thonë Allahu Azza wa Jall, ma ja'ala Allahu Azza wa Jall në gjoksin e kërkojna nuk i ka ba dy zemra. Do me thonë, si cilit ja ka kriju një zemër, maje men mirë, që kjo zemër ose ka me dasht halalin, ose ka me dasht haramin. Mos kujto që mundesh me i bashku dy gjana në zemrën tane. Ose ka me dasht Kuranin, ose muzikën, ama dyjat jo. Ose e don të vërtetën, ose e don dalaletin, ama dyjat bashk jo. Kështu që kujdes me zemrën tane, maje men, dy gjana në zemrën nuk mundesh me shti, por nja ka ven, veç por nja. Kështu që kujdes çka po mjell në zemrën tane. Kujdes. Maje men këto. E ke pa njerëzit që mirën ka pak muzik, ka pak shkone, në ajnu e ka shtirë me majt Kuranin në zemrën e vet. Ama një musliman që e vendos veç Kuran, ai e ka malet, shumë malet me mjell Kuranin në zemrën e tina. Ama dikush që jo pak muzik, pak ilahi, pak Kuran, pak kum thon, ka thon, kë nuk mundet me mjell Kuran në zemrën e tina. Maje men këta. E lusëm Allahun Azza wa Jall më na bë për atyre që në këtë zemër që e kemë veç nja, mjellëm hak, mjellëm din, edhe mjellëm dashni për Allahun Azza wa Jall, e nuk mbjellëm kur far dalaletin ta devijimi. E lusëm Allahun Azza wa Jall për çdo të mirë.